të lutem, mos më pyet më si grua apo si burr, më pyet si njeri. Më pyet si njeri. Sepse një njeri nuk është gjë tjetër veçse një mendësi, një gjendje shpirtërore, mendore dhe një gjendje, le themit, e të ardhmes se si projektohet ajo. Dhe në ka një gjë që ja them çdo të reje dhe të riu, ju betohem që bekimi më i madh që kam në jetë është që me gjithë defektet e rritjes së secilit nga ne përfshirë mua, një gjë nuk e patën defekt ata që më rritën. Nuk më rritën si një vajzë. Ndoshta e tepruan në përgjegjësi me mua, por nuk munguan kur të më jepnin një sens rehatie me ekzistencën time. Dhe gjëja më e rëndësishme është të mos diferencohemi nga të tjerët në mënyrën se si na shohin, i shohim e tjerë, të diferencohemi në ndjesi, gjendje, mendësi. Nuk kam dashur të di asnjëherë nëse treqëregu i audiencave intrigante, kur ushqehej nga media kundërshtare në politikë, mendonte që isha një grua me 2000 epitete që nuk ekzistonin dot. Tek unë. Kam bërë një jetë vërtet. Ju a them bindur këtë, me kostot e mia. Bravo. Kam bërë një jetë vërtet, kam dashur si kam dashur, dua si dua, nuk e tenderoj këtë. Dua të dua.